Vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja në pranga edhe xhaxhai autorit e roja i sigurisë. Policia ka arrestuar deri më tani 3 persona për vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja ditën e djeshme në 6 tetor në sallën e gjyqit. I plagosur është autori 30 vjeçar, xhaxhai autorit i Gjon Shkambi dhe punonjësi i sigurisë që ka lejuar autorin të hyjë armatosur në sallën e gjyqit. Gjon Shkambi u arrestua për vrasje në bashkëpunim, ndërsa punonjësi i sigurisë për shpërdorim detyre. Ky i fundit kishte 6 muaj që kishte nisur punë tek detektori. Është arrestuar autori, xhaxhai i tij dhe punonjësi i sigurisë që akuzohet për mos përmbushje të detyrave të tij pasi ka lejuar të hyjë 30 vjeçarin me pistolet në gjykat. Xhaxhai dyshohet se ka ndihmuar autorin. Ende policia nuk ka bërë akuzat zyrtare ndaj të pandehurve. Hetimet vazhdojnë për të zbardhur të plot ngjarjen. Kujtojmë se gjatë ditës së djeshme u ra në sallën e gjyqit gjyqtari Astrid Kalaja nga një 30 vjeçar që ishte pala që humbi gjyqin për çështje pronësie.